Kontrolli i lartë i shtetit ka rrëzuar propagandën e qeverisë sa i takon sistemit shëndetësor. Në auditimin që u bë para pak ditësh në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Fondin e Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, Agjencinë Kombëtare të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore, si dhe në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza, u zbuluan njëmori shkeljesh, sidomos sa i takon të sëmurëve me kancer. Rezultatet e këtij auditimi hedhin dritë që nga mungesa e barnave të domosdoshme, përdorimi i barnave të skaduara, deri te vonesat sistematike në furnizime dhe mungesa totale e kontrollit mbi procesin. Nga 253 barna antitumorale të autorizuara për tregtim në Republikën e Shqipërisë, 116 prej tyre ose 46% nuk janë importuar asnjëherë gjatë periudhës janar 2021-mars 2025. Kjo do të thotë se thuajse gjysma e barnave që ligjërisht lejohen për trajtim nuk janë vënë kurrë në dispozicion të pacientëve. Përveç kësaj, një numër barnash rezultojnë të skaduara, por ende figurojnë si të disponueshme në sistemin elektronik të menaxhimit. Auditimi ka zbuluar gjithashtu se procesi i përgatitjes së barnave citostatike në QSUNT kryhet pa udhëzime standarde, me pajisje të vjetra e të pashshërbyera dhe nga personel jo i kualifikuar. Pajisjet nuk janë mirëmbajtur apo kalibruar që nga momenti i futjes së tyre në përdorim, ndërkohë që mungon çdo lloj kontrolli fizik, kimik apo laboratorik mbi përgatitjet. Infermierët marrin barnat nga farmacistët dhe i përziejnë vet, pa asnjë mbikëqyrje të dokumentuar dhe në kushte jashtë standardeve të sigurisë. Për shkak se ka pasur shumë shkelje, KLSH në raport ka kërkuar që të merren masa disiplinore ndaj personave përgjegjës. KLSH rekomandon që të ketë vërejtjen deri në largim nga puna për afro 30 funksionar të FSDKSH në Ministrinë e Shëndetësisë apo në QSUT. Raporti ka shkuar në dorë ministres së Shëndetësisë Evis Sala. Të shohim se sa korrekte do të jetë ajo në zbatimin e rekomandimeve, pasi vetë Rama bën një vesh shurdh dhe një syqorr kur vjen puna te rekomandimet e KLSH-s.